personi që edhe gatun edhe pastran pasaj kuzhinën e ja len mamit hallakam? Jo, i kam gjo mamit çdo herë kur gatun, E pastran me njëherë vendin? Po. Edhe ti që ashtu, a? Edhe nëse s'kam qef, ta shti tunde. A don me ndimu, a don vetë? Mo, sa mirë. Mami Afrodita është shumë e lumtur edhe shumë krenare me ty, se kur vjen ajo për punës, për shembull është e lodhën, e gjen bukën hazër. A e gjen? Po. Ka njëherë. Ka njëherë. A të pëlqen me gatu? Po, shumë pëlqen, se tu e po momen, që shpo gatun edhe mu m'ka hin hobi, që me gatu edhe në. Oke, a e menon që kur të rritesh me qenë një eksperte e kuzhinës? Po, e kum full me mamin që në kam e pas shumë biznese, edhe njëra nga ato biznese është që kam e qelë një kuzhinë për ëmbëlsira, edhe kum vendos që ata që s'kan ma shumë mundësi për me ble, unë kum vendos që një vikend për një ditë që është e lirë për mu, mi ba disa ëmbëlsira edhe mi ja udhuru ata që s'kan mundësi. Atyre që s'kan mundësi, o, bresa e mirë.